mbrëm Këshilli i Bashkisisë Islame në Prizren, në mjediset e xhamisë Sinan Pashës, u shënua nata për kujtimit të pejgamberit Muhamedit alayhis salam. Në emër të Këshillit të Bashkisisë Islame në Prizren, të pranishmit i përshëndeti kryetari Valon Efendi Ibrahimi, duke theksuar se pasimi i pejgamberit alayhis salam është obligim për secilin besimtar, të marrim shembull sjelljen, komunikimin, respektin, dashurinë, modestinë e tij. Joni të përshëndes në emër të Bashkisë Islame të Prizrenit, me përshëndetje më të përzemërta për këtë natë në cilën ne jemi të buar i mbledhur për ta përkujtuar pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, jetën e tij, praktikën e tij, rrugën e tij, të gjitha ato të cilët ai ka mbarë mbi veten e tij dhe më pastaj të tjerët e kanë trasu rrugën e tij deri në ditën e sotme. Ta përkujtosh pejgamberin alayhis salam në natë të tillë, por dhe gjatë tërë vitit është një nga mirësitë më të mëdha që njeriu e përjeton në shpirtin e tij, nga mbretëria e tij, dhe në këtë aspekt ndjen një ndjenjë të veçantë, në net të veçantë. Pejgamberi alayhis salam është modeli ynë, është shembulli ynë, është rruga jonë. Andaj në këtë natë që ne jemi mbledhur, me këndim të Kur'anit, me lutje, me duat që i bëjmë, me këndim dhe nga Mevludi Sherif, të gjitha këto i bëjmë për hir të Zotit Xheleshanuhu dhe si salavat ose selame për pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ligjërat rreth kësaj nate mbajti Daud Efendi Lezi, ndërsa lutjen duan e bëri kryemani i Bashkisisë Islame në Prizren, Orhan Bislimaj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo javë e ka ditëlindjen, sepse në hadithin e transmetuar nga Ebu Qatada al-Ansari, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është pyet pse po agjeron ditën e hënë, është përgjigjur, ajo është dita në të cilën kam lindur dhe dita në të cilën më është shpallur Kur'ani. Pra, jo vetëm sot, jo vetëm çdo javë, po në çdo moment ne e kujtojmë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nëse e ka një herë në vit datëlindjen, çdo të hënë e ka pejgamberi alayhi salam ditëlindjen e tij. Edhe ju, secili prej juve, mundeni me e ditën kur keni lind, jo datën, ajo datë kur keni lind, çfarë dite ka qenë? Ajo është ditëlindja e juaj, e cila përsëritet çdo javë. Pra, nuk është e tepërt me kujtu pejgamberin alayhi salatu wassalam çdo vjet, një herë në vjet. Salavatet tona qofshin për pejgamberin alayhi salam, për të cilin i madhi Zot tha në Kur'an: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O pejgamber, na të kemi dërguar si dëshmitar ndër njerëz, si harxhues dhe paralajmërues. O Allah i plotfuqishëm, këtë Kur'an i Kerim, këtë Mevludi Sherif, këto dua, këto salavate, këto ilahi dhe kaside na i bën kabul dhe makbul. Se vapat e këtij tubimi bëjnë nasib shpirtit të pejgamberit alayhis salam, shpirtrave të pejgamberëve të tjerë, vëllezërve të tij, shpirtrave të besimtarëve e posaçërisht shpirtrave të familjarëve tanë që kanë dalë më herë nga kjo botë. O Zot i Madhërisht, na udhëzon në rrugën tënde të drejtë. Mos në lako zemrat tona pasi na ke udhëzuar ato me iman. Mos na merr në përgjegjësi nëse harrojmë apo gabojmë për qëllim. Mos e ngarkojmë diçka që nuk mund ta përballojmë. Zoti i Madhërisht, ndihmoje Islamin dhe muslimanët. Na jep unitet
vllazëri të përhershme. Në bashkoj zemrëtore në punë të hajrit, luaje shtetin tonë, në ndihmo kundër armizme tarë, luaje këtë popull të fatkeqësitë natyrore nga sfidët e këqija pandemike. O Allah, na kënaq me evladët e familjet tona, na udhëzon ato që është e dobishme për dunjan dhe ahiretin. Ndihmoj nevojtarët, ata që kanë varfëri e krijtarëve të mirë, ata që janë të sëmurë shëroj ja Rabbel Alamin, ata që kanë brenga, largoja brengat, ata që janë të paudhëzuar, udhëzojnë Muslimaj. Kështu mbra me moton të gjithi themi merhaba pejgamberit alayhis salam në xhamin e Sinan Pashës në Prizren. Pas akşamit patë mundësi të jenë pjesë e përkujtimit të pejgamberit me lexime të Kuranit dhe këndimin e salavateve. Manifestim të bojë numër të madh besimtarësh për të përkujtuar pejgamberin Muhamedit alayhis salam me rastin e ditëlindjes.